Unë kisha thonë absolut bukuria në ditën e sodit, për fat keq, se A vim vetëm që ti ushtrojnë të pasmet? Po qa kom veneruar që këtu në Kosovë ma shumë për estetik, dhe me thonë shkojnë në ushtru për me pos trupin mu dukt që po ushtron, ma pak për shnet, ju gjithkosh për shumica, të na në Gjermanisë në jetoj atje është ma shumë për shnet. Cila është këshilla e parë që do t'ja jepje ndoshta vajzave ose meshkujve të Kosovës? Do të me ushtru, gjithësysh më mirë me trupin e vetë. Sa herë në javë duhet ushtrime një njeriu që të jeti shëndetshëm? Po minimum 3 herë. Minimum 3 herë. Mund është edhe ma shumë vore që shemëson trupin amo 3 herë minimum. Derem, cili është mendimi jot për temën? Sot shumë pak flitet për trup të shëndetshëm e shumë, po tepër shumë flitet për trup të pranueshëm. Po jetojmë në kohën e filtrave, në kohën e centimetrave, në kohën e formave perfekte dhe në kohën e një farë idealizmi, perfekcioni, cili asë që ekziston. Ne thjesht krijojmë iluzionin në kokën tonë për qatë perfekcion, i cili realisht tek ne asë nuk mund të bëhet, sepse njerëzit kanë anatomit ndryshme, strukturët ndryshme, duke filluar nga jo e fytyrës e deri tek se cilës pjesë tjetër të trupit. Po kërkojmë diçka që nuk mund të gjendet dhe krejt kjo si pasojë e një mentaliteti që është kriju në shoqërinë tonë, në përgjithësi them në shoqërinë tonë të izolume se në krejt bote nuk është kjo, për një farë perfekcioni në pamje të cilin na reflektojnë nga rrjetet sociale, nga dhjetra qindra filter që krijojnë bukurinë ideale, bukurinë e paprekshme. Unë kam dëgjuar që shumë femra, edhe meshkuj besakove të fundit, shkojnë tek estetistët e tek mjekët tashmë dhe të ndërhyrjeve plastike me fotografi të cilat i kanë bërë me filtra. Du me u duk bashkë qështu, qësh më kanë zjerë ky filter. Kjo është anomali, sepse është e parreqme dhe kështu po shohim njerëz të deformuar, njerëz të cilët nuk kanë më identitet në pamjen e jashtme. Do duhet ishim më pak të fiksuar në pamjen e jashtme dhe të investonim më shumë në atë të brendshmen, e mbi të gjitha jo vetëm në aspektin emocional, të zhvillimit personal, të inteligjencës, por edhe të shëndetit. Bëjmë më tepër analiza, të kontrollohemi më tepër dhe të kemi një mirëqenie të mirë shëndetësore, sepse kur e ke të brendshmen mirë, e jashtmja patjetër do të reflektoj bukuri. Mendimi yt ishte mjaft sqarues, por që ta kemi edhe një ide më tepër, ne ta ndjekim një kronik të cilën ka përgatit gazetarja Ionir Zanila, e kthehemi në studio me panelin tonë. Shëndeti apo bukuria, kujt i japim më shumë prioritet sot? Nëse do ta shihnim shoqërinë e sotme si një pasqyrë, ajo do të na kthente një imazh të kuruar mirë, fytyra parudha, trupa të formsuar, rutina bukurie, të renditura me përpikmëri. Jetojmë në një kohë ku bukuria është e dukshme, e ekspozuar dhe e matshme me pëlqime, komente dhe filtra, por pyetja që lind natyrë